kam familjen në gjendje shumë të mirë financiare dhe tani që jam e martuar më thonë që të kemi dhënë boll kur ke qenë në familje, tani e ke çdo gjë tek shtëpia e burrit. Dhe më vret ndërgjegja ose më kap xhelozia kur shoh që ata nuk kanë asnjë problem financiar, ndërsa unë në familjen e burrit kemi akoma vështirësi të mëdha financiare. Çfarë më bë? Mendje shqiptari. Na martu tani, s'kina se lloj detyrimin ndaj teje, e ke burri. Kjo nuk është islam. Kjo nuk është islam, kjo është xahiliet, ignorancë. Goca edhe pse është martu, përderisa janë kushtet dhe mundësitë, pse mos më animu? A është ndryshe për shembull kur s'janë kushtet, kur s'janë mundësitë, e janë fëmijët e tjerë në shtëpi e tjerë. Do të thonë me martesën e fëmisë i ke largu përgjegjësitë. Por kjo nuk do të thotë që fëmia të vuj e prindit i thotë gjë se i ke burrit gjitha. Po nuk i ka pra gjitha, se po ti kishte nuk kërkojte tek ju.